po ma ka falje për besimtar që bie në gjuna me djeni. Pra ky besimtar bjen në gjuna me djeni. Edhe nga ana tjetër nuk mjaftohet me kaq, por edhe të tjerët i thret ka gjunahe, ja hjeshan gjunahin, duke i manipulu pa pas frikë Allahun. Aleikum salam rahmetullahi barakatuh në fillim. Themi pastaj besimtari i tillë i bën dy gabime, një që po bën vetë gjunahin edhe gabimi i dytë që po i thret të tjerët në mëkat. Sepse ky nuk po i mjafton gjunahi për veti, po do me bë edhe shok për xhehenam, Allah na ruaj. Por themi që ky e ka gjunahin e plot, plus e ka gjunahin e dytë, krejt atyne që i ka ftu, që i ka manipulu, ka mëkati, e ka dhe gjunahin atyne. Pa ju mungu atyne kur gjën nga gjunahi, pra ata s'mund me thonë në ka manipulu, në ka mashtru filani. Jo, ju bëft mirë juve gjunahi, po kjo e ka dhe gjunahin që e keni bëj ju, qysh e keni ju 100% edhe kjo e ka. Gjunahin e vetë edhe gjunahin e juj. Dhe prandaj, na duhet me pas kujdes nga shoku i keq. Me veç me nejtë me njerës të cilët e njekin rrugën e Zotit. Veç me halal. Qka punojnë me halal, edhe nëse shpifin të tjertë, mëse baj gajle, veç me halal puna. Në këtë rast themi, Allahu uzoft këtë besimtar, Allahu drejtoft këtë vëlla, edhe bëft sebeb që ky me i thirr të tjerët ka hajre e jo me i thirr ka sherri. Kujdes vllai nderuam, kujdes vllai dashur. As vetë mos bën gjëra, por as të tjerët mos i tërheq ka e keqja. Kujtoje se ki me vdekë edhe ti.